Kjo fushatë lidhet me përpjekjet e Beogradit për të paraqitur Kosovën si burim të vazhdueshëm të destabilitetit dhe për të zhvendosur vëmendjen nga përgjegjësitë e veta, nga procesi negociues me Kosovën, nga fshehja dhe mosdorëzimi radojqiqit dhe grupit të tij kriminal, nga bashkëpunimi i ngushtë dhe strategjik me Rusinë dhe Kinën. Çdo veprim institucional që Kosova është duke ndërmarrë, sidomos në veri, shfrytëzohet për të krijuar narrativen se komuniteti serb është i rrezikuar, ndërsa së fundi ka nisur të përdorë sidomos institucionet fetare dhe Klerën Ortodoks Serbe si mekanizmin kryesor propagandues. Kjo i shërben Serbisë për të mobilizuar opinionin publik në planin e brendshëm, ndërsa në planin ndërkombëtar dëshiron ta portretojë Kosovën si penguese e stabilitetit dhe dhunuese ndaj pakicave, duke e detyruar atë pastaj të bëjë koncesione politike në procesin negociues. Deklaratat e Petkovicit synojnë të ndërtojnë perceptimin se çdo veprim i policisë së Kosovës është i motivuar etnikisht dhe i drejtuar kundër pakicës serbe. Kjo për të ulur besimin në institucionet e Kosovës dhe për të mbajtur në vazhdimsi të paintegruar në jetën sociale e politike pakicës serbe në Kosovë. Kosova duhet të reagojë shpejt dhe saktë në secilin situatë, jo vetëm për shkak të reagimit dhe inskenimeve të Beogradit, por edhe për shkak se ka ndërtuar kapacitete institucionale të bollshme dhe profesionale, që janë të gatshme të japin përgjigje secilës rrethon të krijuar. Natyrisht bashkëpunimi ndërinstitucional, ngritja e vigjilencës edhe politike, edhe institucionale, si dhe forcimi i rendit politik në vend, janë parakushte themelore për treguar këto qëndrime.